Po du me ditë, doktoresha Labinot, sepse pjesë e okarines, në shpi me siguri prej aty në personave që e bën atmosferën më të madhe. Pak të në dashnia e parë në jetën time ka qenë pianoja. Edhe po, si këngëtare nuk shqu në afart, po sot më dha që kjo detyrë. Pianon e kom nisë shumë e re edhe bashkë e shijoj shumë. Edhe unë një kohë gjatë nuk i kom pra, diku prej vitit 96 nuk kom lujtë në piano deri në vitin 2018-19, edhe në fakt pandemia ka qenë ajo që unë ja kom po hojrin, se po në bas punës që ka qenë për ne si mjek mjaftë e pështirë, se jemi ballafaqu vazhdimisht me lajme, jo të mira. Kom pas rastin që ku shkoj në shpe, mu shkyq, mos me këshyrë televizion, edhe me ushtru me lujtë në piano. Edhe me këndu. Po edhe në atë ko, kom ushtru shumë, në koha mas shumë të që ndoshta jam konë ma efikasja ka qenë ajo koha e pandemis, ma nde jom kyqë në korin e grave, Okarina, edhe aty për 2 vite kom qenë pjesore e asaj. Kështu që po, është një pjesë që shumë e balanson këtë stresin e mjekësisë që e kemi, edhe të jep një farë relaksi që kërkësht tjetër zirë me të jep. është i lash për shpirtin, po, definitive.